Është e mahniqme se çfarë bën Allahu për robin e tij kur ai beson në premtimet e tij. Njerëzit dhe mendimet tua mund të thonë se diçka është e pamundur, por njerëzit janë të kufizuar, Allahu është i pakufizuar. Njerëzit shohin me logjikën e tyre, me statistika, me fakte, me atë që ka ndodhur më parë dhe me atë që mendojnë se mund të ndodhë më pas. Por Allahu është mbi të gjitha dhe i fuqishëm për gjithçka. Kur ai dëshiron diçka mjafton të thotë bëhu dhe ajo bëhet. Ai hapi detin për Musain a.s. dhe shpëtoi popullin e tij. Ai ringjalli të vdekurit me lejen e tij përmes Isait a.s. Ai e ngriti Jusufin a.s. nga thellësia e burgut në pozitën më të lartë në Egjipt. Ai dha Ibrahimit a.s. një djalë në pleqëri. Dhe çfarë të bën ty të mendosh se ai nuk do t'japi begatin që meriton? Krijuesi i qiellit dhe i tokës të jep nga aty ku nuk e pret. Ti nuk e di se çfarë të ka përgatitur Allahu, nuk e parë, nuk e dëgjuar apo imagjinuar planin e tij të mrekullueshëm. Mund të mos e shohësh se si do të ndodh, por nuk është detyra jote ta shohësh, sepse askush s'mund të shohë të ardhmen përveç ti. Detyra jote është të kesh besim të palëkundur, të mbështetesh tek Allahu, të kesh tavakul dhe yakin, dhe ai do të ndihmojë të i kalosh çdo vështirësi, ai do të rregullojë çështjen për ty.